Nëse sot flasim për pavarësinë e Shqipërisë, nëse flamuri ynë valon i lirë, atëherë duhet ta kujtojmë edhe një emër që shumë kush e ka harruar, Haxhi Vehbi Dibrën. Lindi në Dibër të Madhe, në një familje të dijes dhe advetarisë. Qysh fëmijë dëgjoi në shtëpinë e tij zërat e Abdyl Frashërit, Ilyas Pash Dibrës, Hoxh Muglicës e të tjerëve. Aty u ndez për herë të parë flaka e kombit. Në Stamboll ai nuk u bë vetëm dietar i fesë, u bë rilindas. Krah Samiut, Naimit, Murat Optanit, Shahin Kolonjës. Në moshën 25 vjeçare u kthye myfti i Dibrës, por zemra e tij nuk rrihte për perandorin, rrihte për Shqipërinë. Në kongresin e manastirit dhe në kongresin e Dibrës, ai mbrojti alfabetin shqip dhe tha fjalinë që hyri në histori. Gjua shqipe është gjuhë e një kombi të lashtë të Evropës. Ai ishte organizator kryengritjesh, drejtues kuvendesh, bashkpunëtor i Hasan Prishtinës, Elezi Sufit, Qazim Likës. Ishte njeriu që tha: nuk lëshojmë armët pa u pranuar kërkesat e shqiptarëve. Dhe kur erdhi dita e madhe, 28 nëntori i 1912-s, ai ishte aty, krah Ismail Qemalit. Dora e tij u ngrit bashkë me dorën e flamurit. Zëri i tij e bekoi pavarësinë e Shqipërisë. Më pas u bë kryetar i Senatit dhe kryemiftiu i parë i shtetit shqiptar, duke bashkuar mysliman, të krishterë dhe bektashi në një komb të vetëm. Një njeri i madh, një emër që duhet i mësohet çdo shqiptari. Haxhi Vehbi Dibra, zëri që bekoi flamurin e pavarësisë. Histori epike, aty ku e kaluara rilind.